Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Demit. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot të bëjmë parashikimin e muajit korrik edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema për dashurinë dhe tema për hënën e re, sepse është shumë e rëndësishme. E rëndësishme është gjithashtu që ju të ndiqni ascendenten tuaj, por dhe ku keni hënën, te cila shenjë keni hënën, sepse kanë shumë rëndësi. Të ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë do shohim si do jetë ky muaj edhe për shenjën tuaj. Ne fillojmë në lidhje me javën e parë. Atëherë jemi te energjia e shenjës së peshqve, energjia e shenjave të tokës që jeni ju vetë dhe kemi energjinë e kullës. Gjithsesi mund të keni dhe ascendenten ose anën në këto shenja, por ju shoh në fillim të javës parë, ju ndjeni të sakrifikuar në lidhje me një dashuri, me një njohje lidhje, ndërkohë do jeni duke analizuar gjithçka në lidhje me situata që mund të kenë ndodhur nga ana emocionale me dashuri nga e kaluara juaj, por ndërkohë do jeni edhe duke analizuar se çfarë mund të bëni këtej në vazhdim. Në lidhje me një njohje, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Gjithsesi ju shoh që tregoni shumë të mbyllur. Ju nuk doni të tregoni që keni sakrifikuar kaq shumë në lidhje me dashurinë. Dhe shoh që tregoni të mbyllur ndaj një ndryshimi të madh. Por ky ndryshim do të vi për mirë. Kjo varet nga gjithë secili nëse e pranon këtë ndryshim ose jo, sepse shoh që ju vërtet dëshironi të ndërtoni gjëra të sigurta, por e rëndësishme është që ju të pranoni këto ndryshime, sepse ju shoh shumë të mbyllur në lidhje me ndryshimet që do vinë në jetën tuaj, sepse jeni gjatë gjithë kohës duke analizuar çfarë ka ndodhur në lidhje me një njohje, me një lidhje ose me marrëdhëniet tuaja dhe analizoni se çfarë duhet të bëni ju këtej dhe në vazhdim. Ju shoh që ndjeni shumë të sakrifikuar për një pjesë tjetër në lidhje me familjen, me fëmijët, me punën tuaj, por ndërkohë do merrni një shumë të konsiderueshme parash në mesin e javës dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të jeni duke menduar për të investuar te fëmijët tuaj, ose një nga fëmijët tuaj ndihet shumë i sakrifikuar dhe ju dëshironi ta mbështesni. Dhe unë shoh që ju do investoni te fëmijët, por ndërkohë mund të bëni dhe investime të ndryshme te vendi punës ose ju do investoni në karrierën tuaj për t'i dhënë një zhvillim më të mirë karrierës tuaj. Nga ana tjetër mund të jeni duke hequr edhe disa kursime. Por shoh që ndryshimet vinë tek ju në fund të javës. Janë ndryshime që mund të vinë dhe papritur ose ndryshime që ju keni dëshiruar t'i bëni, por shoh që këto ndryshime do vinë për mirë tek ju. Mund të ndryshoni lukun, është sezoni i verës, mund të ndryshoni vendin, qytetin, vendbanimin, mund të ndryshoni vendin e punës. Ndryshimet mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Por gjithsesi ju shoh që tregoni shumë të mbyllur, thjesht duhet jeni më të hapur në lidhje me ndryshimet që vinë në jetën tuaj. Dhe këtë mund ta merrni në çështje dhe situata të ndryshme. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Në javën e dytë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, që jeni ju vetë, energjia e shenjës së gaforis, energjia e karrocës, dhe kemi të bëjmë përsëri me energjitë shenjave të tokës. Unë ju shoh që do ndjeni mungesën e një dashurie për gjithë ata që nuk janë në njohje. Për pjesën tjetër mund të ndjeni mungesën e një personi, mund të ndjeni mungesë emocionale në marrëdhëniet tuaja. Ose ju mund të ndjeni mungesën e parave. Gjithsesi, ju shoh që në mesin e javës ju do të jepni drejtim emocioneve. Ju ndoshta në një udhtim që do shkoni, aty do keni një ofertë, një person që mendon seriozisht për ju, por që nuk ju afrohet akoma, nuk e hapa drejt jush. Ndërsa në lidhje me pjesën tjetër mund të ndjeni mungesë parash. Ju dëshironi të shkoni
diku, nuk e di, në një udhtim dhe aty mendoni shumë për anën ekonomike, sepse mund të keni shpenzuar shumë, parat tuaja do jenë të vogla, dhe kjo gjë do t'ju bëj që ju të jeni duke menduar përsëri në lidhje me një udhtim, ose në lidhje me shtëpinë, me familjen, sepse ka lidhje me të gjitha këto kjo, në lidhje me fëmijët tuaj, ose në lidhje me disa para, në lidhje me punën tuaj, por edhe në lidhje me prona të ndryshme që ju mund të keni gjatë mesit të javës. Dhe fundi i javës, shoh që po e mendoni përsëri seriozisht këtë gjë, por nuk do hidhni hapa akoma në lidhje me një udhtim ose në lidhje me gjërat që ju dëshironi t'i jepni drejtim. Sepse unë shoh që i jepni drejtim situatave në mesin e javës, por në fund të javës jeni duke i menduar përsëri. Dhe sikur do ta frenoni veten për mos hedhur hapa. Ndoshta në një investim që dëshironi të bëni, ose me fëmijët, me familjen, ndoshta edhe për të shkuar me pushime për një pjesë tjetër. Por, gjithsesi, unë ju shoh që ju mund t'ju mungoj, mund të ndjeni të lodhur fizikisht, për një pjesë për jush, duhet keni kujdes në lidhje me shëndetin për pjesën tjetër, por e rëndësishme është që mesi javës ju gjen në një energji ku ju i jepni një drejtim më të mirë gjërave. Por, thjesht dilni nga kjo energji që nuk hidhni hapa, sepse ju e merrni atë fatin në duart tuaja për t'i dhënë drejtim dhe i jepni drejtim, në fund të javës përsëri sikur nuk hidhni hapa, ngeceni në vend duke mos lëvizur. Shoh që keni udhtimin në mesin e javës, por dhe në fund të javës së dytë. Dhe vazhdojmë në javën e tretë. Atëherë, në javën e tretë, keni të bëni me energjitë shenjave të ajrit dhe të tokës që jeni ju vetë. Ju shoh të ngecur në mendime negative. Ju mendoni negativisht, keni bllokuar veten tuaj nga ana mentale, mendoni që një dashuri nuk ecën, unë shoh që keni një ofertë në lidhje me dashurinë, edhe pse shoh që mund të ndjeni mungesë në një personi, mungesë në një dashurie, ju dëshironi të jepni drejtim me këtë person, por sikur gjërat aty e mendoni seriozisht, por nuk i jepni. Për pjesën tjetër, në lidhje me një ofertë të re që do vinë në lidhje me dashurinë, dhe kjo gjë ju ka bërë që ju të mendoni negativisht në lidhje me një person, me një njohje, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por janë thjesht mendimet tuaja. Në lidhje me një shtëpi, në lidhje me një zhvendosje, në lidhje me pushimet për pjesë tjetër. Thjesht janë mendimet tuaja, sepse rruga është e hapur. Duhet të dilni nga kjo situatë që ju ka bllokuar nga ana mentale. Gjithsesi, në mes në javës ju i jepni fund, se kalojmë nga 8 e 10 e shpatave. Kjo tregon një çlirim nga çështjet dhe situata që ju mund të kenë qenë të vështira në lidhje me ju. Nga ana psikologjike flasim, dhe mund të kenë zgjatur dhe për një kohë të gjatë. Mund të kenë lidhje me gjëra nga e kaluara juaj. Dhe unë shoh që ju çliroheni për të bërë një fillim të ri. Mund të jetë një fillim i ri në dashuri, ku ju dëshironi të investoni, sepse ndjeni mungesë në një dashuri, dëshironi të keni një njohje, ju vjen ky person, por ju do harrini në fund të javës të investoni në lidhje me një ofertë që do t'ju vi. Për pjesën tjetër, ju do rrisni të ardhurat tuaja, do t'jepni fund këtyre një stresi që ju ka mbajtur nga e kaluara për një kohë të gjatë, në këto mendime negative që nuk mund të shtoni të ardhurat tuaja, nuk mund të jepni drejtim situatave. Unë shoh që ju do harrini që të rrisni të ardhurat. Këtë mund ta bëni nëpërmjet një pune të dytë, mund të jenë të ardhurat nga personat e tjerë, nga personat të tretë, ose në rastin tjetër mund të investoni te puna juaj për të rritur të ardhurat, për të rritur ato fitimet në lidhje me punën tuaj, që mund të jetë një biznes, mund të jetë një punë arti, mund të jetë një punë që ka lidhje me zanatin dhe ka lidhje më shumë me zanatin, ose edhe në karrierën tuaj, jo domosdoshmërisht sepse janë të përgjithshme. Gjithsesi, është një javë që ju çliroheni nga situata të vështira dhe shoh që do harrini të investoni, ndoshta edhe te vetja juaj, për t'u çliruar nga këto situata, sepse është edhe një investim që ju mund të bëni te vetja juaj. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e 4.
Atëherë, në javën e 4, ju shoh shumë mirë. Në fillim të javës keni të bëni me energji të shenjave të ujit, energji të shenjës së gafores përsëri dhe energji të shenjave të zjarit. Fillimi i javës ju shoh që ju gjen shumë të emocionuar, do ndjeni shumë mirë, ju do jeni një person që vjen drejt jush, do t'ju shpreh emocionet për gjithë ata që janë të beqar ose për gjithë ata që duan të futen në një njohje, por ju keni paqartësi, keni frikra emocionale në lidhje me këtë dashuri, në lidhje me një takim. Por gjithsesi këtë takim do ta keni në fund të javës së 4, shoh që do jeni duke e festuar ose ju jeni duke e festuar diku dhe aty takoni këtë person, por gjithsesi ngeceni pak se jemi në energjinë e hënës këtu dhe ju mund të mendoni nuk keni shumë siguri te ky person ose nuk keni informacion në lidhje me këtë person, keni paqartësi, e shoh më tepër, por mund të keni, ju mendoni që mund të keni dhe prapaskena, por nuk është kështu. Mund të jetë edhe kjo situatë, sepse unë i shoh gjërat shumë bukur në fund të javës 4. Ndërsa në lidhje me pjesën tjetër, shoh një çlirim shpirtëror. Ju çliroheni nga situatat vështira që keni kaluar dhe këtu flasim për situata të vjetra. Ju harrini të buzëqeshni ose ju mund të shkoni dhe me pushime dhe aty do ndiheni më mirë. Por mesi javës përsëri ju ndoshta doni më siguri në lidhje me vendin ku do shkoni, nuk e di se si të kaloni sa më bukur në lidhje me pushimet, por gjithsesi në fund të javës, edhe pse ju i mendoni gjërat të tilla, unë shoh që në fund të javës ju do harrini, ta festoni, do ndjeni shumë mirë si në lidhje me një takim që do keni me një person, ose në lidhje me familjen për pjesën tjetër, ndërsa për pjesën tjetër do harrini të krijoni një lloj stabiliteti në punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Mund të keni një zhvendosje nga një shtëpi në shtëpinë tjetër, mund të jetë një zhvendosje, një ndryshim shtëpie. Në një rast, mund të jenë investime të ndryshme që dëshironi të bëni ju, edhe pse keni paqartësi akoma ose keni frikë të investoni, por unë shoh që ju do ta bëni këtë investim ose këtë ndryshim, këtë zhvendosje që ju dëshironi të bëni në fundin e javës 4. Shoh festime në fund të javës 4, jo ndoshta mblidheni edhe për pushime, sepse shoh që po ja kaloni shumë bukur. Gjithsesi, është një muaj që do të regojni të mbyllur ndaj ndryshimeve. Dhe këto ndryshime mund të jenë në lidhje me dashurinë, mund të jenë në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju duhet i ndryshoni në jetën tuaj, sepse ju shoh që ndjeni mungesë dashurie, mungesë të ardhurash, të parave, ndjeni lodhje fizike, por ndërkohë duhet keni kujdes me shëndetin, se nuk e thash, ndërsa për pjesën tjetër shoh që ju, edhe pse do t'i ndjeni këto, ju do t'jepni drejtim situatave, por përsëri frenoni veten, edhe pse i mendoni seriozisht gjërat, çliroheni nga goditje dhe stres, tension që keni kaluar në çështje dhe situata të vjetra që keni pasur, por ju harrini të investoni te vetja juaj, të investoni në lidhje me anën ekonomike, të rrisni të ardhurat tuaja. Dhe ju shoh që çliroheni, do jeni më mirë, thjesht dilni nga këto paqartësi, frikra emocionale që mund të keni brenda vetes, në lidhje me një dashuri, në lidhje me një stabilitet, me familjen, me shtëpinë, me pushimet që mund të shkoni, por edhe në lidhje me një zhvendosje që do keni deri në fund të muajit. Atëherë shohim, marrim një mesazh nga anjërit dhe shohim se çfarë mesazh ju japin. Është një muaj fantastik, është muaj jo aq i mirë sa ishte muaj qershor, do ketë ulje ngritjet e veta, thjesht duhet të menaxhoni çdo gjë, sepse do ketë dhe vonesa gjatë këtij muaji, sepse kemi Merkurin retrograd. Gjithsesi, kemi numrin 13 dhe i thot, ju i jepni fund një faze të vështirë. Dhe këtë e pam me kullën, që ju i mbyllni ato situatat e vështira, gjithçka rreth jush do filloj të zbukurohet ose ju do filloni ta shikoni në botën më të bukur. Çdo gjë që do t'ju rrethoj do duket më e bukur. Ka ardhur koha të ecni përpara. Dhe është një mesazh fantastik, duhet të dëgjoni këto mesazhe, sepse vërtet ky është një mesazh shumë i bukur, sepse ju i jepni fund vështirësive dhe shohim dy herë këtu, dhe te kulla dhe te 10 e shpatave.
Shohim që jep një drejtim me energjinë e karrocës dhe gjithçka do t'ju duket më e bukur. Në momentin që ju të jepni fund situatave që ju kanë vështirësuar, gjëra nga e kaluara, gjëra të vjetra. Dhe koha është që ju të ecni përpara. Është një mesazh fantastik në lidhje me ju. Atëherë kjo ishte për ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj dhe njerë të ndihni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajt, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve, një verë sa më të bukur për gjithë ju, dëgjim të këndshëm dhe një mbasdite sa më të këndshme për të gjithë.